26 janar. Ngrirni për vendin tuaj. Çdo hap diplomatik që merr palloshi global, siç e quajnë lubia, i del blof. Ka vajtur në Izrael për antisemitizmin, takohet me Dodik. A ka kuptim? Boton tek mediat servile të tij një ftesë me autopen, fotokopje nga Trump, dhe e heqin, e spostojnë, tallen dhe zhdukin nga dita e firmosjes tek bordi i paqes. Që të kesh marrëdhënie me Izraelin nuk ka asgjë të keqe, por në çastin kur e gjithë bota është në mbrojtje të kauzës palestinezëve, përsëri është kaje e gabuar. Ron Jafeti është personazhi enigmatik, të cilit po i fal miliona e miliona dollar, një person që nga agjencitë e zbulimit amerikan është në hetime, si dhe nga vendet e NATO-s. Ka pasur lidhje me Patrick, kompani e naftës kineze, me Ganigel, ndërthurës Duçka. Është gati të shes çdo gjë shqiptare, vetëm e vetëm të shty ditët e agonistë të tij të pakuptimit. Ajo që ndodhi me shuplakën nga amerikanët për ftesën me autopen nuk ishte aq e thjeshtë, sepse duke pritur vajzën e presidentit amerikan, ai ka shërbyer Sorosit dhe të majtës amerikane, të cilët kanë një argument për të hetuar zotin Trump dhe për të thënë që familja e zotit Trump është e korruptuar, ndër shfaqjet e korrupsionit janë milionat e milionat e dollarëve në Shqipëri. Nuk kryhet politika e jashtme dhe diplomatike me veprime të tilla bizantine, të pakuptimta, duke mos arritur të konceptojnë se si funksion shteti në Amerikë, por duke marrë për bazë nepotizmin dhe sjelljet vazhduese të Partisë Punës së Ramës. Mos i duket abi që Rama ka pasur lidhje me bllokun që në kohën përpara 90-s, duke pasur një të afërt në anësia ndar byros politike si Spiro Koleka, por dhe me familjen e diktatorit. Ai e di mirë se një natë përpara hedhjet Bushit ka qenë blok. Dhe duke qëndruar një kohë kaq shumë gjatë në pushtet, i duket vetja sikur është vazhdues i Hoxhës, sikur është lider, Hoxha thoshte marksist-leninist, dhe ky globalizmi ndërkombëtar. Fjalori i turpshëm ndaj demonstruesve që ishin me mira e mira, tregon bjerjen e tij mendore, sepse çfarë do të ketë ndodhur e dhunshme nga opozita është shumë minore me atë 21 janarin që ai vazhdon të ngërtheset fort, dhe njerëz që në atë 21 janar dikur thërrisnin për vdekje me kufoma sot janë kthyer kundra demonstruesve. Nuk flet një bushteti kështu. Nuk vepron një bushteti kështu, sepse i ka falur Ivankës rreth 120 milion, 130 milion dollar. Mos ngatroni Zvërnecin me Sazanin. Unë mendoj që Kushneri është tërhequr në Sazani, Kushneri arabët, se ai sakser është aty. Ndërsa në Zvërnec, unë e di shumë mirë që ka pronar në ato toka dhe kanë kontaktuar avokat miq të mi për të mbrojtur drejtën e tyre. Dhe në median amerikane ka pasur shkrime që akuzojnë për vjetët pronave nga Ivanka, dhe në një hetim të mundshëm nëse Kongresi humbet, hetimi do fillojë me fëmijë të llastuar, por nuk mund të blihet asgjë tek Trump përmes këtyre akrobacieve. Janë dy çaste tek ftesa e munguar. Ose ky e ndjen veten lider të madh dhe me të vërtet nuk ka shkuar sepse ka dashur të shkojë nëpër klube natë me vajzën e mbretit, por bie brenda sepse Erdogan, i cili ka një autoritet, dërgoi spiropalen e tij ministrin e jashtëm. Këte kanë zhdukur nga
dita e firmosjes. Dhe u ofrua Osmani, e cila ka marrë ftesën në datën 20. Dhe ajo duhet ta ketë kuptuar që Trump nuk ka shumë iden për Ballkanin. Kur i ka folur në veshje, vetë tha për ligjin e Kongresit që është në faktor shumë ligj pozitiv për Kosovën, dhe pa Trump si çuditur. Janë të tjerë ata që kontrollojnë të merren me këto probleme. Diçka e frikshme, por mbase është thjesht propagandë, kur Lavrovi thotë që kemi hapur kontaktet e komunikimit me Amerikën për Ballkanin. Është për Bosnjë Hercegovinën, besoj, sepse për Kosovën, mbas ftesës së Osmanit, mbas atij ligji që Trumpi mbase nuk e di, janë shtequr përfundimisht ajo ndarja e trojeve, kafshimi. Trump problemet i ka me votuesin amerikan. Ajo që po ndodh në Minneapolis me policinë e migracionit, kur zhvrar një infermier, është një fatkeqësi. Për çdo jetë që humbet, duhet ndjesh dhimbje, empati. Dhe menjëherë administrata e Trump ka qenë në mbështetje të policëve të emigracionit. Në këtë rast, duhet të ishin më të ftohtë. Sepse është një përplasje e madhe, në fakt policia e emigracionit po zbaton ligjin. Emigrantët e paligjshëm do të arrestohen dhe deportohen. Ka deportuar Biden me shifra më shumë se Trump, po i bënte në mënyra të heshtura që askush nuk e shikonte. Këta kanë një zë më të larë, dalin në media dhe disa vrasje krijojnë probleme. Problemi është që shteti federal kontrollon mbi shtetet që janë 50 në Amerikë. Dhe përplasja, në qoftë se shteti federal nuk ndodh mundësi dhe pasojë si në rastin e luftës parë dhe luftës civile, ku presidenti Buchanan ishte një president i dobët, nuk ndërhyri, në rastin e viteve të 60 me luftën Vietnam, dhe tani jo se mund të plasë një luftë civile, por shenjat e një ndarje shumë të madhe ekzistojnë. Zoti Trump fitoi me Kamala Harrisin sepse 7% e votuesve, të cilët nuk do të votonin kur për zotin Trump, votuan vetëm se nuk donin Kamala Harris. Duket që ky 7% nuk do të votojë më për zotin Trump. Në qoftë se nuk voton ky 7% për zotin Trump, humbet Kongresi me siguri, në diskutim është dhe Senati. Me humbjen e Kongresit fillojnë hetimet, sepse komisionet e të marrin demokratët, dhe fillimisht do të hetojnë fëmijët e vështuar, do të vetojnë vetë presidentin Trump, i cili thotë që ato do më shkarkojnë përsëri, dhe të gjithë sekretarët e departamenteve të tij do të ndihen të kanosur. Tani, politikat ekonomike Trump mos e shikoni thjesht sikur janë të tij. Është ai grupi i projektit 2025 që kontrollon dhe Amerika nuk kthehet më mbrapsht me politikat e tarifave edhe mbas Trump. I pari që e kuptoi është kryeministri i majt i Kanadas, i cili ka qenë drejtori i bankës qendrore në Londër. Është me PhD, doktoratur, por i majt. Ka dy sisteme, sistemi amerikan dhe sistemi britanik. Sistemi britanik është spekulator vetëm në manipulimet financiare, dhe kjo ka qenë ajo bota e globalizmit, ndërkohë që sistemi amerikan është për të prodhuar që nga një picë, për të prodhuar një makinë, për sistem tjetër bazuar në blerje në spekulim. Dhe Trump ka gjetur një forcë të madhe të tarifat, përmes tarifave gjyqëson gjithkënd. Deri tani Europa ka përfituar në kurriz të Amerikës që i ka